Një shpërthim me tritol u regjistrua mëngjesin e së dielës në Lezhë. Lënda plasëse ju vendos automjetit të një punojësi policie, por fatmirësisht nuk pati persona të lënduar. Makina tip Volkswagen Golf 5 në pronësi të agentit të krimeve, Gen Gjetja, ishte e parkuar poshtë shtëpisë së tij në lagjën Beslidhja, në afërsi të gjimnazit të qytetit, kur ju vendos lënda plasëse. Shpërthimi u regjistrua rreth orës 5:55 minuta dhe shkaktoi vetëm dëme materiale në pjesën e përparme të mjetit. Lidhur me ngjarjen, policia nisi hetimet, ku po punohet për identifikimin e autorit apo autorëve, si dhe për përcaktimin e dhojit dhe sasisë së lëndës shpërthyese. Grupi hetimor po analizon kamerat e sigurisë së bizneseve në zonë për të pikasur lëvizjet e para dhe pas ngjarjes, çka mund të ndihmojë në zbardhjen e saj. Në njoftimin për shtyp thuhet se ngjarja u regjistrua në orën 5:55, kur dyshohet se u vendos lënda plasëse e punojësit të policisë në drejtorinë vendore të Lezhës. Në dëshminë e tij të dhënë për grupin hetimor, 41 vjeçari Gen Gjetja ka deklaruar se nuk ka konflikte me njeri. Dyshimet janë se sulmi me tritol ndaj automjetit të punojësit të policisë të mund të ketë ndodhur për shkak të detyrës që ai ushtron prej vitesh në sektorin e krimeve në drejtorinë vendore të policisë së Lezhës.